Një deklaratë për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes mes Kosovës e Shqipërisë dhe Kroacisë e zemëroi Serbinë, e cila e konsideroi atë si kërcënim ndaj saj. Çfarë thot NATO-ja për nismën e re ballkanike dhe si e shohin ata njohës së sigurisë në Prishtinë dhe në Beograd? Një zyrtar i NATO si tha Radio Europa Lirë se Shqipëria dhe Kroacia janë kontribuese të kamotshme për stabilitetin regional dhe përmes kornizës së KFOR-it. I pyetur për nismën e re, zyrtari tha se aleanca është në ndjeni, por se u takon palëve në shkruese të deklaratës të thonë më shumë, pavarësisht se nuk e ka formën e një marrëveshje ndërkombëtare. Nisma me vullnet politik të palëve mund të çojë në veprime të buta politike. Sipas ekspertit për çështje sigurisë në qendrën e Beogradit për politikat sigurisë, Vuk Vuksanović, ai tha për Radio Europa e Lirë se bashkëpunimi ballkanik pjesërisht është nxitur mes paralajmërimeve për një reduktim të mundshëm të angazhimit të Shteteve të Bashkuara në NATO nëse europianët nuk investojnë më shumë për mbrojtjen e tyre. Sipas Vuksanović, në një mjedis ku NATO-ja nuk largohet, por ku ajo dobësohet, mund të ndodhë që shtetet e caktuara të formojnë grupime jo formale për të bashkëpunuar. Kosova, Shqipëria dhe Kroacia paralajmëruan se nisma mund të zgjerohet me anëtar të rinj, tonë se s'kan përmendur emra shtetesh, megjithatë Serbia ludoi se një nga këto shtetet mund të jetë Bullgaria.